A mund t'i kthehemi prapa në kohë, na përshkruani edhe njerë ngjarjen që ju ka ndodhur në Drenas apo jo? Po. Në vitin 98. 98, po. Momentin që ju ka ndryshuar jetën. Po. U kon funi shtatorit 98-ën, po na pi fshatit tem Komaran atë, jemi pas largu pak më herët prej shtëpisë, se kena pas vendosur ushtria shkrimtare atë, kemi pas shku të dajt në Grevcë. Po edhe ato, me 26 shtator, pa të moni ofenzivë serbe, dhe pa të mikna, pa të mdalë në Grykën e Banjicës, cila unë eke edhe si Gryka Ramadanve. Po, fatkeqësisht edhe ato me 27-in, na rrethun forcat ushtarako policore serbe. Janë nisën mi nda trit, burrat, na nërgotën në për kamiona, edhe na qunë stacionin policior në Drenas. Ato, të në shdrypi i kamionave, na silëshën me kondokat automatit, me shkelma, grushta, na shojshin, na fyshin, na fjort ma banalet mundshme. Dhe ato, na kanë jënë konë garajshat e stacionit atë, edhe kanë shtinë që ato garajshat. Mas pak kohë ja ka nisë me në morë, me në shti mrana atë, me në bon testin e dorës a parafinës. Për me qyrë, mas ka në përdorë armë. Edhe, mesi i bajshëm testin e dorës a parafinës, tash në kohë zyret ku në marshin në pytje këta politë civilin ku ata, edhe u kohë të punu ato një shqiptarë që punejke me ta, po adete ka pos rolin e përkthysit. Edhe është të prit në koridor, ata ka u sjellshin. Edhe kanë orde policë më uniforma. Kanë kopë për kreve zhag, edhe më kanë shtimin i banjat. Dhe fatkeqësisht ndohë dhe e që nuk e kësha para me ndohë kur, që mundet me ndohë dhe një burri. Dhe një unë për ty në më dërnoj. Është pej të pregaditi dyti për dhunë, pej bërtimat mina i ka një kë shqiptari që punoj ka ato edhe ka ardhi ka roderës, edhe më kanë zerë për atë ujtë. Kur edhe ta më kanë shtinë atë zyrën ato, ku na marshin pytje. Po mua ditë mu pytje së më kanë marrë. Edhe janë nesën të më kresnjohë, që kjo është ka ndodhë, nuk o të zëmë për ma në kur njëtë mu. Përveç këtu shkëve mu në lapë. Edhe aj shqiptari më ka përcjell drejt e dera stacionit, që mës më rrej më kërkosh atë, edhe më shkuvir në ullë në garajt ako ishëm, të të nejtë. Nesret në kanë e këshin pas bonata një listë, sa ato janë akon për avërsh një 300-400 vetë, ato në garajta. Po e këshin pas bonata një listë atë nesrit me 28-in. Na i therën me amna dhe na vepër në autobus në pronën për Prishtinës. Kush i ka bo kërcënimet në stacion? Do të thotë, a u morë vesh? Çka ka ndodhë? Po, se... Hierarkia policisë ato që ishte? Po, se kë shqiptari që punoj ka ato, tani ju
të regoj ati nëse shë ka ndodhë, edhe ata tani fillu me këtu kërcënime që zba me morë vesh kërkosh këtë punë. Kjo mbetet që të mes neve dhe mu zgudzë mu folë kur. Kjo është ka të ndodhë. Edhe a ju premtove ti që nuk... Apo ishe i shqetësuar? Unë nuk i thash as po, as ju. Së mbike në ato momente në mërë me thonë as anej, as nej. Hiq absolut. Isha... Unë jeri shkatërëm. Mos... S'më isha as me menu. Se kur pa të më dollë tani për stacionit, se ata gjithë që kur i marrëshin pyetja ata civilt, ato ata edhe i maltretojshin shumë. Tash unë nuk u dola pej stacionit, aty pas kanë rej, shka u bon me ty. Tash unë nuk më isha mjë tregu se shka u bon me mu. E qëtu, shumë e shtira e.